Përshëndetje shikues të televizionit Dugajini dhe të emisionit të bizneset. Tashmë jeni mësuar në çdo ditë na shihni në biznese të ndryshme, duke dëgjuar histori, rrëfime të ndryshme suksesi, duke i treguar sfidat dhe barrierat që i kanë të kaluar ato biznese për të qenë sot ku janë. Sot kemi ardhur diku ku mund të mësoni se si bëhet biznesi, të mësoni të jeni i suksesshëm, të praktikoni ato se çfarë i mësoni dhe të keni edhe përparësi të tjera për të studiuar jashtë ose çka do qoftë tjetër. Sot kemi ardhur në Kolegjin Universom për të parë nga afër gjithë objektin e ri, i cili tashmë do të jetë në shërbim të studentëve që nga 1 tetori, si dhe për të dëgjuar rrëfimin se si ja bëri të jetë pjesë e gjithë kësaj konkurrence, të jetë aq i suksesshëm dhe të mbijetoj edhe në ditët e sotme. Kështu që shkojmë bashkë dhe dëgjojmë rrëfimin dhe i shohim pamjet për nga afër e jani. Zotri Uran, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë intervistë që po realizojmë. Tash për neve shumë e rëndësi përpara se të dimë dhe të flasim për sukseset e sotshme që i gëzon Kolegji Universom, është me rëndësi të dimë pak edhe një historik të këtij kolegji. Kështu që kishim dashur me nis pak në mënyrë kronologjike prej fillimeve të Universumit. Kur dhe pse vendosi që të themelohet ky kolegj? Kolegji Universum është themeluar në vitin 2005 dhe është themeluar me një iniciativë të individëve të cilët kanë qenë të përfshirë edhe më herët në arsim, po kryesisht në arsimin para universitar, dhe ka ardhur si nevojë i zhvillimeve ekonomike, sociale që po ndodhin në atë kohë në Republikën e Kosovës, edhe me qëllim që të zhvillohet vendi dhe t'i ofrohet mundësi të rive dhe të rejave një mundësi e re ose programe pak më ndryshe për të studiuar dhe pastaj që atë njohuri ta bartin edhe në tregun e punës, është themeluar institucioni jonë. Si institucion, edhe si gjitha ndoshta institucionet e arsimit lartë privat që kanë filluar në atë kohë, qëllim kryesor e kanë pas të ofrojnë programe ndoshta pak më tepër ka fusha sociale, dhe kështu ka ndind ideja edhe në institucionin tonë, ku ne kemi filluar me programe kryesisht në fushën e shkencave politike dhe në biznes dhe menaxhment, dhe pastaj kemi vazhduar me ofrimin e programeve tjera, të cilat janë nevojite dhe kanë qenë të kohës, edhe në këtë mënyrë është zhvilluar institucioni jonë. Tash janë bë më shumë se 20 vite prej kohës kur jemi themelu, dhe Kolegji Universum, siç ka qenë i njohur më herët dhe tash i njihet si Universum International College, po shpresoj që kemi kohë me bisedu për këtë çështje edhe pak më vonë. Ka ndryshim 180 shkallë për programet të cilat i ofron, po të njëjtën kohë edhe ambientin, infrastrukturën që ja ofron studentëve tonë. Përpara se të ndalemi tek kjo që sapo e përmendë, programet, infrastrukturën e gjitha këto, e përmendet që është hapur në vitin 2005, në atë kohë kur e gjithë Kosova ishte në tranzicion, sigurisht që edhe aspekti i arsimit. Si është pritur ky vendim, duke pasur parasysh që ekziston edhe universiteti shtetëror, por gjithashtu paralelisht kishte edhe kolegje të tjera? Natyrisht që çdo ndryshim i cili e lëkund atë status quo që ka qenë më herët, nuk është i lehtë. Në atë kohë, mos them që vetëm paragjykimi, po edhe tendenca e të rive të rejave ka qenë që të studiojnë në institucion shtetëror, për shkak se ka rezonu edhe kredibilitet, ndoshta për shkak se prindët e tyre kanë studiuar në universitetin shtetëror, edhe për këtë arsye e kanë pas më të lehtë që edhe ata ta përzgjedhin një institucion të tillë. Mirë po çka jemi mundu ne të bëjmë prej fillimit, ka qenë që të ofrojmë një arsim jo konvencional, i cili fokusohet kryesisht në zhvillimin e shkallësive të studentëve në mënyrë që ata kur të dalin në tregun e punës të jenë të gatshëm të kontribuojnë për kompanitë ose institucionet për atë cilat ata do të punonin. Edhe kjo është bërë prej fillimit, duke marrë
profesionist të fushës, jo më do e mos ndoshta atë akademikun e zakonshëm i cili ka qenë profesor në vitin 2005, por jemi munduar që ta bëjmë një kombinim edhe të profesionistëve që kanë ardhur direkt nga industria dhe i kanë ndihmuar studentëve tonë, kanë ligjëruar në lëndë specifike dhe e kanë ndryshuar kurrikulën në atë mënyrë që studenti ta shohë arsimin ndoshta jo vetëm si një pjesë klasike e të mësuarit, po edhe si një mundësi e mirë për ta përdorur atë njohuri, atë eksperiencë në klasë në mënyrë që ta aplikon nesër pas nesër në vendin e punës. E thatë edhe ju më herët që pikërisht në atë kohë ka pas një lloj rritje të institucioneve të arsimit lartë privat, cilët janë hapur, edhe secili prej nesh jemi munduar në ato mënyrat tona të cilat i kemi pas ta zhvillojmë institucionin në mënyrë që ta bëjmë sa ma kredibil që është e mundur. Edhe natyrisht me përvojën që e kemi fitu, vit pas viti ky kredibilitet është ardhur edhe studentët tani nuk e kanë fare të vështirë ta zgjedhin një institucion si që është Universum International College. E dim që tashmë ka ndruar ky mentaliteti që e përmende, fillimisht ka qenë që orientimi më i madh ka qenë institucionet shtetërore, për ato arsye që edhe i përmend, por e dim që tashmë ka ndryshuar, po sa ka qenë e vështirë ju si Universum për mi bind studentët që paralelisht mundeni me vazhdu në të njëjtën mënyrë ose edhe më mirë në Universum në një kolegj privat, domethënë. Dale Carnegie, që është një prej konsulentëve, profesorëve më të njohur, e ka shkruar një libër Arti për të fituar miq dhe pushtet, edhe njëra prej pikave thotë që njëra prej mënyrave që nuk binden njerëz është nëse mundohesh me ashit një ide me forcë. Edhe kjo ka qenë pikërisht edhe ndoshta filozofia jonë, që nuk kemi munduar që ta shesim idenë e të ardhurit për të studiuar në institucionin tonë me forcë, por jemi munduar gjithmonë që ti promovojmë ato vlerat cilat i kemi, bashkëpunimet ndërkombëtare të cilat i patëm zhvillu që prej themelimit të institucionit tonë e deri te lista e mësimdhënësve cilët kanë qenë njerëz të respektuar të shoqënisë tonë, edhe cilët kanë pas rrjet në mënyrë që studentët kur kanë mësu prej këtyre individëve e kanë pas shumë më lehtë të punësohen. Gjitha këto bashkë na kanë ndihmuar neve që ta kalojmë atë sfidën ndoshta të paragjykimit, cilin e kemi pas në fillim, edhe unë besoj që për dallim prej fushave tjera ndoshta, paragjykimi ka përfundu shumë shpejt. Njerëzit kur kanë diplomu prej institucionit tonë edhe filluan me u punësu në për institucionet ma të rëndësishme të vendit tonë, në njëjtën kohë të vazhdojnë studimet në universitetet ma me renome në Evropë ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë kohë filloi edhe me u shujt ai paragjykimi që studentët potenciale kanë pas për institucionin tonë. Përveç paragjykimeve që janë shujt, e dim që në ditët e sotme Universumi gëzon një sukses të madh, po nëse sot të ndalim edhe pyesim se cilat janë tranzicionet kryesore të këtij kolegji që tashmë janë bërë 2 dekada që prej që ekziston. Cilat do të ishin tranzicionet kryesore që do i përmendin për gjatë këtyre viteve që kanë ndodhur në kolegj? Ndoshta tranzicionin e parë ose atë epokën e parë e përmendëm, që ka qenë ajo pjesa e parë e fillimit të diçkaje që nuk ka qenë ose nuk ka ndodhur më herët në Republikën e Kosovës. Pjesa e dytë ndoshta, që është pjesë shumë e rëndësishme, është inkuadrimi ose përfshirja e Universum International College në projektet e Bashkimit Evropian, kryesisht në projektin ose programin Erasmus. Prej atij momenti, edhe lidhjeve që i zhvillum ne, fillum me bo bashkëpunime me shumicën e universiteteve të njoftuna në Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Për shembull,
disa prej universiteteve më të njoftuna në Austri, në Gjermani, në Francë, edhe në Angli, kanë qenë partner në projekte cilat ne i zhvillonim dhe merrim fonde prej Bashkimit Evropian në mënyrë që ta ngrisim cilësinë. Pra, këto fonde na ndihmuan neve që ta ndryshonim kurrikulin, por edhe të shihnim se çka po ndodhte në Evropë në mënyrë që atë njohuri ta sjellim edhe në uni. Në të njëjtën kohë filloi edhe programi i shkëmbimit prap në kuadër të programit Erasmus, ku filluam me dërgimin e studentëve për një semestër jashtë vendit, edhe unë besoj që ndoshta secili student i cili ka ardhur në univerzum ose din diçka për unin, e ka shumë të lehtë me kuptu që uni është i njoftun ndoshta në komplet Ballkanin Perëndimor si institucioni i cili ofron më shumë të mundësi për të studiuar jashtë vendit. Pra, kjo ka qenë epoka e parë e cila na ka ndihmuar neve që ta thejmë barierën edhe ndërkombëtare, po të njëjtën kohë me fondet të cilat i merrnim nga Bashkimi Evropian, ta zhvillonim infrastrukturën e brendshme, po të njëjtën kohë ta trajnonim edhe stafin akademik. Tranzicioni i dytë edhe që ndoshta është me mas shumë të impakt që ka patur në uni, edhe kur ka kalu edhe nga Kolegji Univerzum në uni, ka ndodhur me 30 mars të vitit 2023, kur uni është futur në një partneritet strategjik me Arizona State University. Nuk e di sa kanë njohuri shikuesit, mirë po Arizona State University është universiteti më i madh publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gati 200.000 studentë. Pra më i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucion publik. Dhe është institucioni i cili e ka ndryshuar komplet mënyrën se si mësojnë studentët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me mënyrën se si ata thithin fonde dhe mënyrën se si ata bashkëpunojnë me industrinë. Gjithë kjo përvojë cilën ata e kanë, tani janë duke transmetu te institucioni jonë, duke filluar nga mundësia për mendoj trajnimet që janë duke i zhvilluar për stafin ton akademik, shkëmbimet që jemi duke i patur, ndryshimet e kurrikulës, secili student tash që studion në uni, studion me kurrikul të Arizona State University, po mendoj të përditësume me kurrikul në Arizona State University, dhe në të njëjtën kohë është mundësia që studentët pasi të përfundojnë 3 vite në uni të transferohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të marrin edhe diplomë amerikane. Po ajo që është më e rëndësishmja është fakti që gjithë ta mund ta bëjnë me ndoshta 10% e çmimit, cilin ata e kishin bën nëse kishin studiuar në Amerikë. Edhe për këtë arsye është shumë atraktive, edhe numri i studentëve 3-4 vitet e fundit ka filluar me u rrit drastikisht për shkak të kredibilitetit të ASU-s të partneritetit strategjik, po të njëjtën kohë edhe për shkak të rritjes së numrit të programeve që tash po i ofrojmë për studentët tanë. A ka qenë e vështirë bindja e këtij universiteti për bashkëpunim, duke ditur se Kosova është një shtet i vogël, i cili as nuk është në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi me këtë universitet i përmasave të tilla, sigurisht që ju intereson që gjithë shikuesve, a ka qenë e vështirë bindja për një bashkëpunim të tillë? Nuk dashta më ndërprej derisa e bëna pyetjen, po në fillim dashta më ton shumë. Pra, imagjinoni një institucion që tash njihet si institucioni i cili e ka shpik ose e ka zbulu këtë termin New University, e që presidenti Arizona State University është një për njerëzve më me influencë në Akademinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, sa i përket universitetit të ri, pra universitetit modern, se si duhet duket. Edhe imagjinoni ata kur e shikojnë globin edhe thonë, po nalëm në Kosovë, një vend me 1.6 milion banor, qenë ka shumë atraktive. Normal që nuk ka qenë e lehtë, ka qenë shumë e vështirë. Mirë po kur ASU-ja kërkon partner në gjithë botën, kërkon
mas pari njerëz që janë të aftë për me përçu mesazhin që ata e kanë, po në të njëjtën kohë mundohen për me gjetë partner cilët janë bashkë për një periudhë gjatë. Edhe kur e kanë shiku unin, e kanë pa që ne jemi institucion që njifemi për anën e ndërkombëtarizimit, programet i kemi shumë atraktive dhe mënyra se si e zhvillojmë mësimin është pikërisht se si edhe ata e shohin të ardhmen e arsimit në botë. Për këtë arsye na kanë zgjedhë, po edhe prej anës tonë jemi mundu shumë, i kemi lutë shumë që të na marrin si partner për shkak se kemi ditë që impakti i ASU-s do të jetë shumë i madh jo vetëm për institucionin tonë, por edhe për ngritjen e kapaciteteve të individëve që punojnë në uni edhe që i shërbejnë komunitetit edhe Kosovës. Si është pritur nga studentët ky bashkëpunim? A ka qenë një shtys, një ndër shtysa që ata me ardhë dhe me pa për nga afër kurikulat dhe gjitha këto trajnimet që i përmendte ti që janë bërë në këtë kolegj? A ka qenë edhe kjo një ndër shtysa që ndoshta i ka shty studentët edhe me ardhë me pa se si funksionon një kolegj i cili bashkëpunon me një universitet të përmasave të mëdha? Natyrisht. Ata e kanë pas një njohuri për unin për shkak të partneritetit që përmenda ma herët në kuadër të programit Erasmus. Mirë po, ajo ka qenë lidhje me Evropë. Ne i dim që sidomos shqiptarët e Kosovës e kanë një lidhje shpirtërore tepër të madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe fakti që ne po e ofrojmë edukimin amerikan në Kosovë, e kemi bot qasshëm edhe me kushtet cilat janë të përballueshme për një familje mesatare në Kosovë, kjo ka qenë shumë atraktive për ata. Edhe po natyrisht nuk mjafton vetëm me zhvillu një marketing, hajde një për shkak se ne po ofrojmë një edukim amerikan. Çka ne kemi bërë, pasi ata janë regjistruar, ju kemi ofruar komplet infrastrukturën që kanë edhe studentët në SBA, po në të njëjtën kohë edhe jemi duke i ofruar certifikime. Pra, një student që fillon mësimin këtu, kalon në për atë, na i thojmë anglisht student journey, atë shtegun e tyre të studentëve ku marrin certifikime direkt prej ASU-s, trajnohen për profesorëve të ASU-s, po në të njëjtën kohë edhe mësojnë me kurikull të ASU-s, duke mos e përfshirë këtu edhe atë pjesën më të rëndësishme që është që secili student pasi që ti përfundon shkollimin në uni ka mundësi që të transferohet edhe të merr qoftë diplom bachelor, qoftë diplom master, pavarësisht prej nivelit në SBA. Krejt në fillim e përmendëm infrastrukturën të cilën unë dalëm edhe tash. Në tash bashku kishëm dashur me shku pak me vizitu ambientet e këtij kolegji dhe më tregu magjërsisht studentëve të cilat janë në pritje qoftë për bachelor, master apo çfarë do drejtimi për programet dhe gjithçka tjetër se çka ofron ky kolegj. Me kënaqësi, me kënaqësi. Si që e theksumë edhe ma herët, mirë se erdhet në pjesën, nështë në këtë ndryshimin më të madh që e kemi bërë në 4-5 muajt e fundit si institucion. Kjo është objekti C, edhe objekti më i ri i unit. Është objektin shkollor cilin e kemi lancu për para disa jave, mirë po ende studentët nuk e kanë pas mundësinë për me shiju, për shkak se fillon me një tetor kur fillojnë edhe ligjëratat, ata do të kenë mundësi që ta shijojnë, kështu që nështë është mirë mi u bo një tur pak të objektit të ri. Pra, momentin që futesh në objekt, jemi mundu që objektin me bo pak ma jo tradicionale dhe mi ajop atë formën e një universiteti amerikan, që kur të futesh në brenda nuk është me njëherë klasat ose pjesë akademike, po është edhe ajo pjesa shoqënore cila i ndihmon studentëve me u shoqënu me njëri tjetrin, me kriju partneritet, po në të njëjtën kohë edhe me u zhvillu së bashku. Pra është recepcioni për studentët
kur të vinë që ose kanë nevojë me u informu për informata në lidhje me qoftë orarin ose gjëra tjera. Në anën e majt e kemi bufen, cilën mund ta shfrytëzojnë studentët për kafe, për ushqim, edhe për thjesht për socializim. Në këtë epokën e AI-it, është bërë shumë e rëndësishme t'ia shtojmë edhe komponentën njerëzore tash të universiteteve, për shkak se ka njëherë punimet po bëhen me AI, prezantimet po bëhen me AI, po është mirë që ajo komponenta njerëzore mos të humbet edhe ta zhvillojmë. Është detyra jona nëpër universitete që në të njëjtën kohë t'i ndihmojmë studentëve që ta përdorin inteligjencën artificiale, po edhe mos ta harrojnë atë anën njerëzore. Apo është e vështirë prof me identifiku këto punimet me AI prej studentave? Është e vështirë për gjithë mbar botën, kështu që ideja jonë është që kur t'i zhvillojmë sidomos pjesën e vlerësimit, ta zhvillojmë në atë mënyrë që gjithmonë kërkojmë nga studentët t'japin diçka, jo t'japin diçka, po ta japin atë pjesën autentike. Normal, ta përdorin inteligjencën artificiale për t'u informuar, ndoshta edhe për t'i ndihmuar paksa në mënyrën se si duhet shkruar, t'ja japin idenë. Një lloj orientimi. Një lloj orientimi, po në fundit duhet që studenti t'jetë, ose puna e studentit t'jetë autentike. Vazhdojmë tash me qenë se tregum që prej 1 tetorit kanë fillu. Kështu që paraprakisht ju tregojmë ne me disa pamje se si ka me qenë objektin cilin ata vetë se kanë marrë dhe mi vazhdu studimet. Është shumë e rëndësishme. Kjo është një pjesë e studentëve, ndoshta sidomos studentat e vitit parë, janë njoftuar me këtë zyrë për shkak se është zyra e regjistrimeve, është zyra e një pjesë të marketingut, po është edhe zyra e një pjesë të informimit qoftë për programa ose gjëra tjera. Këtu është një sallë ose një zyre e cila do të përdoret kryesisht prej stafit ton, po në të njëjtën kohë mund ta përdorin edhe studentët që ose kanë takime të rëndësishme. Të kjo pjesa po du mundal që përmend mundën me shfrytëzu gjitha hapësirat edhe studentët që kanë takimet e tjera. Sa është e rëndësishme mu kriju kjo lloj afërsie të themi që studenti me qenë i lirë, sidomos në aspektin për shembull me profesor në komunikim, për bashkëpunim, po edhe në gjitha aspektet e tjera, për shkak se sa do të murojt ai raporti profesor-student në çfarë mase? Natyrisht që është e rëndësishme që studenti edhe profesori ta kenë aftësinë ose afërsinë e mjaftueshme, po të njëjtën kohë të bëhet një ndarje kur është puna ndoshta te pjesa e vlerësimit që mos krijohet ajo përshtypja e gabuar. Mirë, po sa i përket objektit, sa i përket institucionit, kjo është i bën për studentët, nëse studentët nuk e përdorin, atëherë kjo nuk ka rëndësi fare. Dhe për atë arsye, kur po them që e kemi kriju këtë objekt për studentët, këto për një ma po mendojmë që studenti ka me e shfrytëzu çdo cep të këtij institucioni, edhe po shpresojmë që ata arrijnë sa më tepër në kampus edhe i shfrytëzojnë gjitha këto këtë infrastrukturë që jemi mundu na me e zhvillu e që është shumë e rëndësishme për ata. Kjo zyre është një prej zyreve më të frekuentuara, është zyra ndërkombëtare, ndoshta po vret edhe prej hartës, edhe prej flamura edhe prej gjanave tjera. Është zyra kur studentët vinë dhe informohen për mundësit për të studuar për një semestër jashtë vendit. Pra, secili student, që me qenë pak më specifik, i merr diku 6.000 euro në semestër, komplet shkollimin e ka atje falas, me këto 6.000 euro e pagun qeran, e pagun ushqimin për 4-5 muaj sa qëndron në universitetet partnere në Bashkimin Evropian. Gjitha landët cilat i kalon me sukses në universitetin partner, kur vjen këtu i pranohen dhe ai semestër është i përfunduar për studentët. Vërtet një mundësi e shkëlqyer Kjo për është studentë. zyrja më e frekuentuar për shkak se ne i dërgojmë diku 300 studentë në vit. Nashta pak ma shumë, pak ma pak, tash nuk jam i sigurt se dallojnë prej vitit në vit. Mirë, po secili prej tyre nashta e ka frekuentuar këtë zyrë për shkak se është zyra e cila informon, i përgatit për me udhëtu jashtë vendit.
Këtu janë salla tjera, nuk i pam pak, po janë salla tjera cilat kanë më shfrytzu për mësim gjatë semestrit tash që fillon në tetor të 2026-s, kurse ky është tashti ndoshta klasa, amfiteatri, i cili ka më përdorur më shumëti kryesisht prej studentëve të vitit parë dhe për lëndët cilat janë pak më generale, ndërdisiplinare, për shkak se këto lëndë kërkojnë që me qenë salla shumë e madhe. Dhe kjo është sallë me 250 ulse kapacitet, edhe secili student ka me ndi veten mirë, është i pajisur me gjitha pajisjet elektronike cilat janë të nevojshme për studentin me qenë aktiv gjatë ligjëratave, për shkak se amfiteatret ka njëherë bëjnë studentat pak më pasiv, për shkak se është sikur në me shku në teatr, edhe po për këtë arsye komplet teknologjia është e vendosur edhe studentët kanë mundësi që nëse ka nevojë për pyetje, nëse ka nevojë për inkuadrim, ata inkuadrohen. Pra, kjo është amfiteatri dhe ndoshta para se me vazhdu të pjesa tjetër për me të tregu, në pjesën e poshtme se ky objekti ka 3 kate. Kati i parë është kryesisht i dedikuar për laboratoret mjekësore, po laboratoret edhe të programeve të dizajnit, programeve të shkencave kompjuterike, kështu me radhë. Është pishina, e cila është e gatshme për studentët të shfrytëzohet pa pagesë, edhe është një fitness i cili mund të shfrytëzohet për ata ndoshta që kur vinë kampus dëshirojnë edhe me shfrytëzu fitnessin. Në katin e sipërm është biblioteka, janë edhe dhomat e posaçme, cilat janë të gatshme për studentët që kanë me mësu, sidomos kur është koha e provimeve, kurse në pjesën e jashtme, në oborrin e jashtëm, janë kriju edhe 3 paddle boards, kështu një 3 fusha të paddle boards, s'po di as çu me i thonë në gjuhën shqipe korrekt. E kuptojmë, po ma merr mendje të gjithë. Nashta e kanë pa shumica ato me tepit të kaltërt, fusha e futbollit dhe një hapësirë shumë e madhe që është pak ma tepër hapësirë për studentët me u relaksu, për shkak se është gjelbrim, ka karike dhe pjesë të tjera. Kështu që kjo është ndoshta turi për shkak edhe të kohës, ndoshta nuk kemi mundësi për me pa gjithë objektin, mirë po me nxit përpresim që studentët me ardhë, me pa kampusin edhe me i dhonë përshtypjet e para për ato që i pret prej këtij vitit. Përmes kësaj interviste që realizum, sigurisht që i shoqërum studentët dhe gjithë shikuesit me pamje se çka i pret prej një tetorit, faleminderit, çfarë lloj ambientesh, po përveç kësaj është mjaft e rëndësishme të përmendim edhe programet që i ofron ky kolegj. Institucioni jonë tashti është institucion comprehensive quhet, që ofron programeve të fushave të ndryshme, pra duke filluar nga business management, shkenca kompjuterike, gjuhë angleze me specializim në gjuhë gjermane, siguri kibernetike, që është shumë e rëndësishme për ditët e sotme, sidomos në epokën e AI-t edhe mbrojtjes prej hakimeve të ndryshme, te programet shëndetësore në kozmetologji, higienë dentare, teknik dentar, programet profesionale nga Britania e Madhe në infermieri, programet master në menaxhment, ka edhe programet tjera që janë ma tepër ka fusha për shembull e biomjekësisë laboratorike, programet në fushën e qeverisjes dhe sigurisë, edhe nuk po di tash mos t'i harroj gjitha, po Univerzumi ofron gjithsej 24 programe në total, ku prej tyre janë 20 programe në nivelin bachelor dhe 4 programe në nivelin master. Këtu nuk po i përfshi programet profesionale, të cilat marrin diplom direkt prej Anglisë, po ndoshta secili prej studentëve potencial ka mundësi me vizitu website-in tonë, ku janë të listuar me të gjitha programet në detaje, lëndët, edhe për ata që janë të interesuar, mujnë me na vizitu në për rrjetet tona sociale, e kemi një ekip shumë të mirë që përveç që mundet me jap informata të përgjithshme, kanë informata edhe specifike cilat i ndihmojnë, ndoshta edhe i këshillojnë pak për
cili program është më i kapshëm për ata. Jo si pjesë e stafit që motivite dhe sigurisht si tashmë profesorët cili kish me qenë një thirrje apo mesazh drejtuar studentëve tash shumë pak para fillimit të vitit të ri akademik. Shikoni, me qenë për momentin 18 vjeçar, unë mendoj që është viti më i vështirë për me vendosë se çka me studiu, po në të njëjtën kohë edhe çka me bo pasi që të diplomon. Arsyeja pse po e them këta është për shkak se inteligjenca artificiale, e mos bëhemi shumë klishe të përmend këta, po për një ma e ka ndryshu mënyrën e të menduarit, po në të njëjtën kohë dhe profesionet që kanë me ekzistu mas 3, 4, 5 viteve. Edhe për këtë arsye nështë apeli jam kryesor është që përpara se me vendos për programet, të vinë edhe të konsultohen me ne, të informojmë cilat ndoshta janë programet, cilat janë bulletproof, që janë të mbrojtura prej inteligjencës artificiale sadopak, krahasim me programe tjera, edhe në këtë mënyrë e bëjnë zgjedhjen e duhur. Pra mesazhi jam është që mos të marrin vendim pa u konsultu me dikon që është e din këtë fushë, po në të njëjtën kohë edhe për ata që janë student, është që para se me diplomu është mirë që të vinë të na konsultojnë me gjithë partnerët që i kemi për mundësinë e punësimit. Ne po të falenderojmë shumë për kohën, për gjithë prezantimin e hapësirës, për historikon, sigurisht është mjaft e rëndësishme sa vite punë kanë qëndruar mbrapa këtij suksesi, por neve po ma merr mendja edhe për shikuesit ishte shumë lehtësi me papur nga afër këtë objekt. Faleminderit shumë që ndodh kohën edhe erdhët me na vizitu, po shpresojmë që më ju pa prapë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju shikues të nderuar të televizionit Dugargjini, ne bashkë shihemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.